Kapitulli 8. 5 hapa për të çliruar nga lopët e tua. Pa aftësia për të organizuar kohën time ka qenë gjithmonë lopa ime. Gjithmonë e gjeja veten duke thënë gjëra të tilla si: nuk kam kohë. Jam shumë i zënë. Nuk më mbetet asnjë minutë e lirë. Ose sikur të kisha edhe 1 orë më shumë në ditë. Dhe më e keqja nga të gjitha ishte se ndjeja sikur çdo herë më mbeti gjithnjë dhe më pak kohë për të bërë atë që vërtet dëshiroja. Kur lexova këtë histori, edhe kuptova se të gjitha këto shprehje që përdoria çdo ditë nuk ishin gjë tjetër veç se lop, i premtova vetes se do të merrja kontrollin e kohës sime një herë për gjithmonë. Eliminova shumë aktivitete të parandësishme. Ndalova së marri përsipër më shumë angazhime se sa mund të përballoja dhe fillova t'u jap përparësi atyre gjërave që vërtet kanë rëndësi. Ajo që më bën më shumë përshtypje është se shoh se si këto ndryshime kaq të thjeshta më kanë rikthyer kontrollin mbi jetën time. Dhe jo vetëm kaq. Ato më kanë ndihmuar të eliminoj stresin me të cilin tashmë isha mësuar të jetoja. Jesus Alberto Rodriguez, Kolumbi. Gjatë prezantimeve të mia, kur i pyes pjesëmarrësit se sa prej tyre kanë ndyshimin më të vogël se mund të kenë qenë duke mbartur mbi supet e tyre ndonjë lop, shumë prej tyre ngren dorën menjëherë duke e pranuar fajin e tyre. Disa të tjerë e pranojnë më me hezitim, ndërsa disa përpiqen ta zhvendosin përgjegjësinë tek të tjerët. Është vërtet interesante se është shumë më e lehtë t'i dallojmë lopët tek të tjerët sesa tek vetvetja jonë. Megjithatë, hapi i parë për të çliruar prej tyre është të pranojmë që i kemi. Ky ndoshta është kapitulli më i rëndësishëm i librit, sepse asgjë nuk ndryshon pa veprim. Ndaj dua të ndaj me ty 5 hapa të thjeshtë që do të ndihmojnë të veprosh menjëherë dhe të çlirohesh nga lopët e tua një herë për gjithmonë. Të këshilloj të marrësh lapset e letër në mënyrë që të përfitosh maksimalisht nga ky proces. Do të fillosh të vëresh se hapi yt bëhet më i shkafët. Atë barra jote bëhet më e lehtë teksa çlirohesh nga lopët që ke mbartur mbi supe për një kohë kaq të gjatë. Hapi i parë. Identifiko lopën tënde. Ky hap i parë me shumë ngjasa do të marr pak kohë. Ky proces vetvlerësimi kërkon sinqeritet dhe ndoshta është një nga hapat më të vështirë që do të marrësh, pasi shumë pak prej nesh e kanë të lehtë që të pranojnë se duhet të ndryshojnë. Prandaj, mos prit që lopët e tua të dalin vetë përpara, duke kërkuar të sakrifikohen. Përkundrazi, kur përballemi me nevojën për të ndryshuar, shumë prej nesh preferojnë të mbrojnë dhe të justifikojnë situatat e tyre aktuale sesa të pranojnë se duhet të veprojnë. Ekzistojnë 2 arsye kryesore se pse kemi kaq të vështirë të pranojmë se po mbajmë me veten ndonjë lop. Së pari, siç e kam përmendur dhe më parë, është e mundur që të kemi shumë më tepër lop nga sa jemi të gatshëm të pranojmë. Dhe së dyti, shumë njerëz thjesht nuk janë të vetëdijshëm për numrin e justifikimeve, të preteksteve dhe të arsyetimeve që i përdorin çdo ditë. Këto janë bërë pjesë e natyrës së tyre, edhe prania e tyre nuk i shqetëson më. Megjithatë, nëse duam të çlirohemi prej tyre, duhet së pari të pranojmë se i kemi. A e ke vënë re se lopët e të tjerëve na duken si justifikime absurde që përpiqen të arsyetojnë të parritshmen, ndërsa lopët tona na duken si fakte reale që ilustrojnë dhe tregojnë padrejtësinë e një situate ku ne jemi viktima. Më herët, përmenda se lopët ekzistojnë vetëm në mendjen tonë. Megjithatë, ato shpesh shfaqen në gjuhën tonë të përditshme, në zakonet dhe në sjelljet tona. Për këtë arsye, ky hap i parë kërkon që të marrësh një letër dhe një laps dhe me vetëdije të plotë të përpiqesh të identifikosh këto mendime, shprehje, zakone dhe veprime, të cilat janë pjesë e jetës tënde të përditshme. Gjatë javës së ardhshme,
Dua të kërkoj që të mbash sytë dhe veshët hapur ndaj pranisë së çdo lope, e cila mund të shfaqet në mënyrën se si mendon, flet apo vepron. Kujto se të gjithë do të vinë të maskuar si justifikime, arsyetime, shfaqësime, pretekse, gënjeshtra të bardha, kufizime, frikra, shmangje dhe forma të tjera shprehjeje që janë pjesë e fjalorit tënd. Edhe pse ndonjëherë mund të jetë e vështirë t'i përshkruash, gjithmonë do t'i njohësh kur t'i hasësh. Çelësi për t'i zbuluar është që t'i kushtosh vëmendje mënyrës se si shprehesh. Si shprehesh si jashtë, ashtu edhe brenda vetes. Kujto se fjalët dhe dialogu yt i brendshëm kanë aftësinë dhe fuqinë që të programojnë mendjen tënde të nëndërgjeshme, të ndikojnë në vendimet e tua dhe të krijojnë zakonet e tua. Për shembull, kur i pyes njerëzit nëse vuajnë nga ndonjë justifikim i tepërt, zakonisht më përgjigjen që nuk vuajnë nga asnjë. Por, nëse u kërkoj që gjatë ditës të numëroj me vetëdije sa herë japin një justifikim për çfarëdo arsye, kthehen të habitur nga numri i madh i justifikimeve që përdorin vazhdimisht. Prandaj, merr kohën e nevojshme për këtë hap të parë. Ndoshta do të duash të rishikosh sërish llojet e ndryshme të lopëve që paraqiten në kapitullin e 4, në mënyrë që t'i njohësh lehtësisht dhe që asnjëra prej tyre të mos të shpëtoj apo të kaloj pa u vënë re. Nëse ka diçka që më është bërë absolutisht e qartë për sa u përket këtyre lopëve, është se ato nuk vdesin vetvetiu. Eliminimi i barrierave që kufizojnë potencialin tënd është gjithmonë rezultat i një vlerësimi të ndershëm, i shoqëruar nga një vendimarrje e vetëdijshme dhe nga veprime të shpejta dhe të vendosura. Prandaj, gjatë një jave vëzhgo veten se çfarë thua, si mendon dhe si vepron. Le të supozojmë se nuk je shumë i kënaqur me rezultatet që ka arritur në jetën tënde profesionale. Prandaj pyet e veten: çfarë është saktësisht ajo që nuk më pëlqen? Çfarë ka shkaktuar rezultatet e dobta që kam arritur? A mendoj ose a besoj se është faji i diçkaje apo i dikujt tjetër? Çfarë mund të bëj për këtë? Pse nuk e kam bërë ende? Çfarë vendimesh mund të marr pikërisht tani për të ndryshuar këtë situatë? Të gjitha këto pyetje, me siguri që do të përballen kokë më kokë me disa nga lopët e tua në atë fushë të jetës tënde. Prandaj, shëno përgjigjet e tua. Ja dhe një sugjerim tjetër. A e dëgjon veten duke përdorur shpesh ndonjë nga shprehjet e mëposhtme? Do të doja ta bëja këtë, por më fal për vonesën. Ajo që ndodhi ishte se sikur të kisha vetëm sinqerisht. Problemi është se pse të punoj kaq fort kur në fund të them të vërtetën, po të kisha vetëm fjalët që vinë pas cilit do prej këtyre shprehjeve, me siguri janë një lop ose po fshehin një të tillë. Shënoj ato dhe vendos se çfarë do të bësh me to. Kujdes. Ky hap mund të jetë i dhimbshëm. Askush nuk dëshiron të përballet kokë më kokë me justifikime dhe dobësitë e veta. Megjithatë, për të çliruar nga ato një herë për gjithmonë dhe për të shmangur të qenit sklever të tyre gjatë gjithë jetës, duhet të kemi guxim që t'i shohim në sy dhe t'u themi: nuk do të lejoj që të vazhdosh të kontrollosh jetën time. Kjo është sfida e vërtetë e këtij hapi të parë. Prandaj ky hap kërkon guxim, sepse do të përballesh me dobësitë tua. Hapi i dytë. Përcakto cilat bindje kufizuese fshihen pas çdo lope. Shqyrto listën tënde dhe analizo
se cilat bindje kufizuese apo paradigma të gabuara fshihen pas këtyre justifikimeve. Pyete veten, se pse ato bindje gjenden në listën tënde? Kush i ka vendosur aty? Ku i ke mësuar? Për më tepër, reflekto nëse këto arsye janë reale ose jo, dhe nëse kanë kuptim apo janë thjesht iracionale. Siç e kam përmendur edhe më parë, shumë nga lopët tona i kemi fituar gjatë viteve të formimit, në fëmijëri, në shkollë dhe gjatë adoleshencës. Dhe i kemi mbajtur me vete për aq gjatë sa i kemi pranuar si të vërteta të padiskutueshme. Megjithatë, pavarësisht nëse i kemi përvetësuar vetë apo i kemi marrë nga të tjerët, çdo lop fsheh pas vetes një ide të cilën ne e besojmë si të vërtetë. Më kujtohet Ivani, njeri në një pozicion drejtues, i cili më tregoi se gjatë hapit të parë kishte kuptuar që përdorte vazhdimisht justifikimin e njohur, nuk kam kohë. Kjo përgjigje i dilte automatikisht sa herë që i propozoi një projekt i ri. Pasi analizoi më thellë situatat konkrete ku e përdorte këtë shprehje, ai zbuloi se pas saj fshih një problem shumë i madh. Ky justifikim ishte një mënyrë e lehtë për të shmangur përfshirjen në projekte të reja. Disa dështime që kishte pësuar kohët e fundit në disa iniciativa kishin krijuar tek ai një frikë iracionale për aftësinë e tij për të menaxhuar projekte të mëdha. Ivani nuk kishte asnjë problem me projektet e vogla, por ideja për të marrë përgjegjësinë e plotë për suksesin e projekteve të mëdha e friksonte. Në këtë rast, lopa e vërtet nuk ishte mungesa e kohës, por ishte frika nga dështimi dhe nga pasiguria në aftësitë e tij në lidhje me kapacitetin e tij për t'i çuar përpara këto nisma. Duke ndjekur hapat e përshkruar, Ivani arriti ta eliminojë këtë frikë që për një kohë të gjatë kishte kufizuar potencialin e tij. Prandaj, kërko rrënjët e vërteta të lopëve të tua. Nëse zbulon se një justifikim, arsyetim apo përgjigjësim që përdor shpesh nuk përfaqëson një bindje reale në jetën tënde, eliminoje menjëherë nga fjalori yt. Sado e pabesueshme që mund të duket, ky hap i dytë mund të ndihmojë që të heqësh qafe gjysmën e lopëve që ekzistojnë ende sot në mendjen tënde. Hapi i tretë. Bëj një listë të pasojave negative që lopët kanë sjellë në jetën tënde. Shpesh ne mbajmë me vete disa lopë. I mbajmë sepse nuk jemi të vetëdijshëm për dëmin e madh që ato na shkaktojnë. Nga këndvështrimi ligjor, justifikimet nuk janë krime. Askush nuk do të dënoj sepse jep justifikime. Por mund të jesh plotësisht i sigurt për një gjë. Justifikimet e tua do të kujdesen gjithmonë të të ndëshkojnë. Dhe dënimi i tyre? Një jetë mediokre. Nëse beson se arsyeja sepse je mbi peshë ose sepse ke kolesterol të lartë është nga që prindërit e tu ishin të shëndetshëm dhe në familjen tënde nuk i kushtoi rëndësi ushqimit të shëndetshëm, sigurisht që askush nuk do të të çojë në burg për këtë besim. Por, e vërteta është se nuk ka nevojë për asnjë dënim tjetër, pasi vetë kjo bindje të dënon me një jetë me shëndet të dobët, me energji të ulët dhe me rrezik të lartë për problemet serioze. Prandaj, gjatë këtij hapi të tretë, bëj një listë të gjitha pasojave negative që justifikimet e tua kanë sjellë në jetën tënde. Shumica prej nesh beson se këto nuk po na dëmtojnë shumë. Por, e vërteta është se çdo lop të kufizon. Për secilën lop që ke identifikuar më parë, shkruaj çmimin që ke paguar për ta mbajtur. Mos ki as edhe dyshimin më të vogël. Ti po paguar një çmim për secilin prej tyre. Mund ta injorosh këtë fakt, ose mund të mendosh se është egzagerim. Por pasojat e justifikimeve të tua
janë një kujtesë e kushtueshme për të gjitha mundësitë që ke humbur. Dhe kjo është për shkak të mbajtjes së tyre. Historia e Eduardos. Gjatë fëmijërisë së Eduardos, babai i tij rrallëherë kalonte kohën me të. Ishte gjithmonë shumë i zënë. Angazhimet të shumta dhe udhëtimet e biznesit e mbanin larg. Dhe për këtë arsye, ai mungonte shpesh. Eduardo mësoi që ta kuptonte këtë. Por ajo që nuk arriti ta pranonte ishte fakti që edhe kur ishte në shtëpi, babai i tij ishte emocionalisht i largët dhe i shkëputur nga jeta e tij. Nuk kishte kohë për ta ndihmuar me detyrat, nuk kishte kohë për të folur për çfarëdo gjëje me të, apo për të luajtur bashkë përpara gjumit. Nga ana tjetër, babai i tij nuk i konsideronte këto si justifikime. Eduardo kujton shpesh fraza të tilla si: "Më fal birë, por jam shumë i zënë. Puna ime kërkon shumë nga unë. Sot nuk kam asnjë minutë të lirë. Do të doja të kisha më shumë kohë për familjen time." Sot, Eduardo është i martuar dhe ka fëmijët e tij. Ai dhe babai i tij, tashmë 72 vjeç, përpiqen të ndërtojnë një marrëdhënie që kurrë nuk e patën. Por ka një të vërtetë të dhimbshme. Nuk mund të krijosh kujtime për momente kur nuk e qenë kurrë i pranishëm. Babai i tij e din se tashmë është e pamundur që të kthehet mbrapsht në ceremoninë e diplomimit, në ditët e rëndësishme të djalit të tij, në momentet e gëzimit, apo në momentet e vështirësive të djalit të tij. Ato ditë kanë kaluar, edhe ai nuk ishte pjesë e tyre. E vetmja gjë që ai dëshiron të bëjë sot është që t'i afrohet një djali që e gjen shumë të largët. Çmimi i lopëve. Ndoshta mundësitë që ke humbur janë profesionale, financiare ose lidhen me shëndetin apo me familjen. Por një gjë është e sigurt. Cila do qoftë arsyeja, çmimi i mbajtjes së një lope është gjithmonë shumë i lartë. Ndaj, sa do e dhimbshme që të jetë, shkruaj të gjitha. Shkruaj mundësitë që ke humbur. Identifiko dështimet që kanë ardhur si rezultat i drejt për drejt i këtyre justifikimeve. Detajo të gjitha frikat irracionale, të cilat i përjeton çdo ditë si rezultat i shfaqsimeve dhe justifikimeve që ke përdorur për kaq shumë kohë. Nëse nuk e bën këtë hap, është e mundur që të mos e ndjesh nevojën për të ndryshuar, për të çliruar nga lopët e tua. Dhe mos harro, se ndoshta dy forcat më të mëdha që na motivojnë në jetën tonë janë dëshira për sukses dhe frika nga dështimi. Jeta jon udhhiqet pjesërisht nga ajo që dua më shumë dhe pjesërisht nga ajo që i trëmemi më shumë. Ne gjithmonë do të kërkojmë të bëjmë ato gjërat të cilat na japin kënaqësi, dhe gjithmonë do t'i shmangim ato gjërat që na shkaktojnë dhimbje. Por ja paradoksi. Mendja jon bën më shumë për të shmangur dhimbjen sesa për të kërkuar kënaqësinë. Prandaj, nëse nuk ndjen dhimbjen e këtyre mundësive të humbura, nuk do të ndjesh as nevojën që të braktisësh konformizimin tënd, dhe në fund të vrasësh lopën tënde. Pra, nuk do ta ndjesh urgjencën për të ndryshuar. Përballje me vetveten. Pasi ta kesh bërë listën e të gjitha dëmeve, të cilat janë shkaktuar nga prania e këtyre lopëve, lexoji përsëri dhe përsëri. Ndjeje atë dhimbje. Kupto që kjo jetë mediokre ka qenë vetëm zgjedhja jote. Interiorizoje këtë dhimbje. Ndjeje në thellësi të stomakut dhe kupto se mund ta maskosh në 1000 mënyra. Mund ta fshehësh, ta injorosh për pak kohë, ta justifikosh apo dhe të pretendosh se nuk ekziston. Por, për sa kohë që nuk i eliminon lopët e tua, ato do të jenë gjithmonë aty. Imagjino ta mbash këtë peshë për gjithë jetën. A ka kuptim? A je i gatshëm ta paguash këtë çmim? Nëse do të çlirohesh nga kjo dhimbje,
mjaft fole për atë që nuk ke mundur të bësh. Dhe prandaj, tashmë ndalo së folëri për atë që nuk e bërë dhe fillo të veprosh. Qëllimet e mira vetëm sa intensifikojnë dhe ushqejnë mediokritetin. E vetmja gjë që mund të ndryshojë jetën tënde është që ta marrësh sot vendimin për të vepruar. Prandaj, vendos tani që të heqësh dorë nga justifikimet dhe të fillosh menjëherë të ndryshosh. Ndjeje këtë dhimbje, sepse vetëm atëherë lind dëshira për ndryshim. Hapi i 4. Bëj një listë me të gjitha rezultatet pozitive të cilat do të vinë si pasojë e eliminimit të lopëve të tua. Dua që për një moment t'i japësh veten mundësinë që të imagjinosh një jetë të lirë nga lopët. Shkruaj të gjitha mundësitë e reja që do të vinë si rezultat i çlirimit nga justifikimet e tua. Çfarë aftësish të reja do të mund të zhvillosh? Çfarë aventurash të reja do t'i lejosh vetes të përjetosh? Çfarë ëndrash të reja do të guxosh të ndërrosh dhe të ndjekësh tani që nuk do të jesh më i lidhur pas atyre lopëve që të mbanin të lidhur pas një jete mediokre? Çfarë versioni i ri i vetes tënde do të bëhesh? Shkruaj të gjitha këto, sepse kjo listë do të jetë motivimi yt në momentet e vështira, dhe të siguroj që do të duhen. Të eliminosh lopët e tua nuk është aq e lehtë sa duket. Kërkon disiplinë, përkushtim, qëndrueshmëri dhe këmbgulje. Ndonjëherë do të ndihesh i frustruar, sepse do të biesh përsëri në të njëjtat zakone të vjetra dhe do të duhet të ngrihesh përsëri dhe të fillosh nga e para. Kjo listë që po të kërkoj të realizosh në këtë hap të 4 do të shpërblej si burim frymëzimi dhe motivimi atëherë kur do të ndihesh i lodhur ose kur do të ndihesh sikur po dorëzohesh. Lexoje sa herë që dëshiron të kujtosh dhe sa herë që dëshiron të shohësh se cili është ai shpërblim që të pret nëse heq qafe justifikimet e tua. Dhe mbaje gjithmonë me vete. Një shembull konkret. Disa kohë më parë, po ndihmoja një mikeshën time të identifikonte të gjitha përfitimet pozitive që do të kishte nëse do të eliminonte lopën e saj, nuk kam kohë për të bërë ushtrime. Ajo peshonte më shumë se 20 kg mbi peshën e saj ideale. Edhe pavarësisht se dinte se çfarë po i kushtonte kjo peshë, nuk ndjeje motivuar për të bërë atë që e dinte se duhet të bënte. Ja disa nga gjërat që arritëm të identifikojmë në listën e saj. Do të kem më shumë energji, dinamizëm dhe gjallëri gjatë gjithë ditës. Do të dukem shumë më mirë dhe do të kem vetbesim të lartë. Nuk do të ndjem vazhdimisht e lodhur. Do të kem një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme. Do të jem më kreative dhe më dinamike në punën time. Ajo arriti të identifikonte më shumë se një dyzinë arsyesh, të cilat e ndihmuan që të gjente kohën për të shkuar në palestër. Pikërisht, këto arsye vazhdojnë ta frymëzojnë dhe ta motivojnë çdo ditë për të mbajtur angazhimin e saj. Hapi i 5. Krijo modele të reja sjelljeje. E dashuroj punën në kopësht. Është një përvojë relaksuese dhe rigjallëruese. Dhe veçanërisht pas kthimit nga një udhtim i gjatë i biznesit. Kohë më parë, përjetova një situatë gjatë punës time në kopësht, të cilën që nga ai moment e kam përdorur për ta ilustruar rëndësinë e këtij hapi të 5. Në oborrin e pasëm, në një anë të shtëpisë, ndodhi një vazo e mbushur me dhe, e cila dikur kishte qenë shtëpia e një bime të mrekullueshme. Por tani ishte mbushur me lloj-lloj barash të këqija dhe me bimë të egra. Bashortja ime më kërkoi të gjeja një përdorim të mirë kësaj vazoje ose ta hidhja poshtë. Si çdo kopshtar i mirë dhe i pasionuar, nuk mund të lija që të më ikte mundësia për ta shpëtuar këtë vazo të vjetër. Kështu që vendosa të bëja përgatitje për të mbjellë aty një trëndafil. Hoqa të gjitha barat e këqija. E aerosa dheun dhe shtova lëndët ushqyese të nevojshme për një bimë të re. Megjithatë, përpara se ta mbilla trëndafilin e ri,
më duhej që të nisesha për një udhtim për disa ditë. 2 javë më vonë, kur e pash vazon, ajo ishte mbushur sërish me bara të këqija. Nuk mund ta kuptoja se si ishte e mundur që këto bara rriteshin kaq shpejt. Kështu që edhe një herë fillova të përgatisja terrenin për të mbjellë trëndafilin tim ditën e nesërme. Dhe megjithatë, një udhtim i papritur më detyroi të largohesha përsëri pa e përfunduar punën. Kur u ktheva, barishët e këqija ishin shfaqur përsëri. Kështu që vendosa se nuk mund ta lija të kalonte as edhe një ditë më shumë pa e mbjellë trëndafilin. Më në fund, kuptova se për sa kohë që vazoja është e zbrazët dhe dheu është i lirë, barat e këqija do të rriteshin vazhdimisht. E vetmja gjë që mund ta parandalonte rritjen e tyre ishte nëse diçka tjetër do të rrinte në atë vend. E njëjta gjë ndodh edhe me justifikimet tona. Sepse mendja jonë është si një vazo. Nëse nuk mbjell ide të reja dhe pozitive, barat e këqija do të rriten përsëri. Prandaj, edhe ne mund të zgjedhim se çfarë të mbjellim në të. Mund të mbjellim një ëndër ose mund të mbjellim një justifikim. Nëse, pas të gjitha hapave që ke ndjekur, arrin të eliminosh justifikimet e tua, zakonet e këqija ose sjelljet veç shkatërruese, ti tashmë ke bërë një hap shumë të rëndësishëm. Urime. Megjithatë, bëj kujdes. Nëse nuk mbjell ide të reja, bindje apo sjellje pozitive, mund të jesh i sigurt se pak nga pak lopët e tua do të rikthehen dhe do të fillojnë të bëjnë sërish shfaqjen e tyre. Krijo modele të reja sjellje që të ndihmojnë të përballesh me këtë lopë nëse ato shfaqen përsëri. Qëndro vigjilent. Një thënie e njohur thotë: ti je rezultat i asaj që mendon në shumicën e kohës. Nëse vazhdimisht mendon për dobësitë dhe kufizimet e tua, ato do të bëjë realiteti yt. Nëse zgjedh të mendosh për mundësitë, ato do të hapin rrugën tënde. Prandaj, sigurohu që të mos u japësh kufizimeve të tua mundësinë që të rriten në kopshten e mendjes tënde. Për secilën lopë që ke identifikuar, shkruaj veprimet konkrete që mendon të ndërmarrësh për ta eliminuar atë. Gjithashtu, shkruaj se si do të reagosh nëse ajo rikthehet sërish. Për shembull, nëse lopa jote ka qenë justifikimi: unë nuk jam i aftë ta bëj këtë, sepse tashmë jam shumë i vjetër. Që tani e tutje, sa herë që e ka veten duke menduar apo duke e thënë këtë, ndërprite menjëherë dhe thuaj me vendosmëri dhe entuziazëm: e di që mund të bëhem dhe të jem shumë më i mirë në këtë. Do ta përdor përvojën time për vite me radhë për ta zotëruar në një kohë të shkurtër. Nëse aplikon këtë metodë për të gjitha lopët e tua, do të kuptosh se brenda një kohe të shkurtër do të arrish të eliminosh shumicën e tyre. Ose, në rastin më të mirë, do t'i eliminosh të gjitha. Ndryshimi fillon me një vendim. Të mos jetosh me justifikime.